Mergja i fes, Ajatullahu i Madh, Said Muhammad El Hussein Esh Shahrudi. Kushdo që dëshmon se s'ka zot tjetër përveç Allahut dhe Muhamedi është i dërguari i Allahut, është musliman. Jeta dhe pasuria e tij është e mbrojtur. Nuk lejohet vrasja e tij e as rrëmbimi i pasurive të tij. Po ashtu, nuk lejohet luftimi i muslimanëve, as heretizmi i tyre, as mbjellja e përçarjes dhe e ndarjes mes tyre. Gjithashtu, është e domosdoshme ruajtja e simboleve të shenjta të Islamit dhe duhet larguar nga cënimi i tyre. Nuk lejohet përdhosja e nderit të besimtarve dhe as ofendimi i tyre.